janë këta vrasësit e vërtetë të cilët janë ndaluar, ta nisim kështu pyetjen? Këtë do duhet të thotë gjykata, sepse gjykata vendos fajsinë apo pa fajsinë e dikujt, por çfarë shikoj unë në ngjarjen e Elbasanit, që në momentin e parë që kam rënë, pra jam informuar që kishte një ngjarje, do duhet të pyesësh për identitetin, kush është personi që është qelluar, sepse aty pastaj fillon edhe të kuptosh edhe më mirë dhe fillon dhe pyet në drejtimin e duhur dhe njerëzit e duhur. Fakti që ishte vrarë një biznesmen, ishte vrarë poshtë biznesit të tij, në automjetin e tij luksoz, duhet thënë, për zonën, do të thotë që bëj fjalë për një ngjarje të organizuar, sipas meje. Të nesërmen, pra pasi kam pyetur gjithë këto detajet e para sepse ishte mbrëmje, të nesërmen kam arritur të shikoj pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat i kam shpjeguar në një dalje publike. Dhe kam thënë që autori është i vetëm, zbret nga automjeti dhe rash në dieni që ishte automjeti në pronësi të njërës prej kompanive që zotronte viktima Mondi Mhalla, dhe kam shpjeguar edhe momentin kur pra viktima tenton, momentin që është qelluar me sa duhet kam vetur, tenton të largohet në indjetro. Pra e kam shpjeguar gjithë të gjën dhe nuk e pash të arsyeshme momentet e para të publikoja një video sepse ishte shumë shpejt dhe doja të kuptoj edhe dinamika. Dëgjoj, në mesin atyre personave që janë ndaluar, kanë dyshime të forta që disa prej tyre janë të përfshirë në mënyrë indirekte, por policia dhe prokuroria nuk kanë vajtur ende te personi i cili ka tërhequr këmbën. E para. Dhe e dyta, çfarë mbetet e paqartë në atë histori është motivi. Nëse nuk zbardhet motivi i asaj ngjarje, për fat të keq Elbasani mund të rikthehet sërish një sagë të gjatë për plasje të fortë mes grupimeve kriminale. Mondi Mhalla ishte një person i cili zotronte karburantin, zotronte edhe një pikë të El Taksi, pra për lëvizjen e automjeteve, pra për taksi në qytet. Kishte patur shitje blerje, ishte edhe në një hetim për çështjen e pasurisë, vllai vet ka qenë më herët i skeduar në kuadër të një grupimi kriminal drejtuar nga Ali Bejt në përplasje me qopjat, ne kemi sqaruar disa herë, por nëse nuk sqarohet, nëse pra të sqarohet ka të bëjë me drogën, në përplasjen për çështjet e drogës, ka të bëjë me konkurrencën, ka të bëjë me konfliktet mos pagesat në biznes, ka të bëjë me një konflikt të qastit, pra do duhet të sqarohet. Dhe unë mendoj që do duhet të ketë të thash, pavarësisht se çfarë po thonë autoritetet, e kam bindje nga gjitha informacionet dhe për aq kohë sa mendoj e njoh deri diku se si funksionon e gjithë historia kur futen grupime të tilla në lojë, nuk kanë vajtur tek ekzekutori. Pra deri tani kanë kapur vetëm ata që janë mbështetësit ose njerëzit të cilët sigurojnë kushte, le të themi, sigurojnë kushte për një vrasje. Që ndalua njëri nga personat nga Lezhë, kam raportuar në momentet e para sepse ai kishte patur automjetin dhe e kishte përdorur dhe më pas e kishte lënë tek një person tjetër. Pra çfarë dua të them me këtë, që kanë marrë të gjithë pjesën rrethanore dhe pa shkuar, pa më konfirmuar policia dhe prokuroria motivin, unë nuk e konsideroj si një ngjarje të zbardhur, por e mendoj si një nxitim të policisë për shuar të gjithë bujën mediatike. Problemi tjetër i madh është që në atë ngjarje janë gjendur persona të paautorizuar. Për shembull, një nga asistentët e drejtorit të përgjithshëm policisë, Uljan Shpataraku, është parë gjatë gjithë kohës të jetë i pranishëm në drejtorinë e policisë. Çfarë do Uljan Shpataraku në policinë e Elbasanit, cili është atributi i tij ligjor? Nga Tirana në absolutisht është asistenti i drejtorit të përgjithshëm, nuk mundet kursesi, nuk ka asnjë mundësi reale të shkojë dhe nuk mundet ligjërisht të qëndrojë. Dhe AMP-ja ende nuk ka hapur një hetim për praninë e tij në një hetim i cili do duhet të drejtohet nga njerëzit të cilët janë të ngarkuar nga ligji. Pse duhet shkojë ai? Cili është interesi i tij? Çfarë po fshihet në këtë ngjarje? Pra të gjitha këto më bëjnë të dyshoj që janë shumë larg ekzekutorit, ose më saktë mund ta dinë, por arsyet se pse nuk e ndalojnë, këtë nuk di ta them, dhe pse nuk sqarohet motivi. Një ngjarje pa motiv është një ngjarje pa zbardhur. Ka dy momente. Është një informacion i cili qarkulloi që policia ka pasur dyshime për një person i cili është parë në Prenjas dhe mund të jetë autori i dyshuar, mendohet që mund të jetë larguar drejt Maqedonisë së Veriut dhe më pas për të shkuar drejt Malizi. Ky është njëri informacion, i cili qarkullon dhe duhet të ndalemi për ta diskutuar këtë, që nëse është ky rasti vazhdojmë të importojmë vrasës nga jashtë apo jo, ose ti rrezon komplet të si tezë për shkak të informacioneve që ke, duke thënë se janë ende larg vrasit. Dhe çështja tjetër, nëse ky ngjarje ka ndodhur për çështjet pazareve të drogës, a ka grupe të reja të cilat po lindin në qytetin e Elbasanit, duke qenë se një pjesë të mirë Sky CC goditi, Suelçelën, Çopjat,
Po, ka pasur thuajse pjesa më e madhe. Ka pasur, të paktën emrat më të mëdhenj, le të themi u goditën nga. Atëherë, në lidhje me pyetjen tuaj të parë se çfarë pasaporte apo çfarë komësie ka autori dyshuar i ngjarjes, nuk jam në gjendje ta them gjë të tillë. Më duket shumë herët për të dalë konkluzione të tilla. Unë zotroj një emër ose më saktë disponoj një emër i cili është i dyshuar nga autoritetet, por është po ashtu ende herët për ta bërë publik. Por unë do avë dispozicion, ndoshta ju mund të kryeni verifikimet tuaja. Ndërkohë sa i përket faktit a rinin grupe të reja, para disa vitesh unë kam bërë një bursë ekselence me një redaktor të huaj britanik. Dhe tekse ne bisedonim së bashku edhe bashkë me ekipin që po punonim për temën që Klodiana më pyeti a mendoni që me goditjen e këtij grupimi kriminal çështjet janë zgjidhur? Dhe përgjigja ishte e rrufeshme jo, i thash, sepse një bie e mira ngrihen. Pra, nëse rrezohet një grupim, disa të tjerë që janë hije përpiqen të fitojnë territor dhe lufta kundër trafikut të drogës, krimit organizuar apo aktiviteteve tjera të paligjshme është një luftë që nuk mbaron kurrë. Çështja është kur krimi kalon dhe merr terren dhe është mbi shtetin ose ka arritur të kap struktura të rëndësishme apo segmente të caktuara brenda institucioneve, kjo e ndryshon gjën dhe kjo është e frikshme. Më lë të kaloj tek tema e tretë me këtë? Po. Sepse kalove fikse tek tema e tretë. Unë do diskutoj me gazetar kronike, besoj që do duhet ta njohim ritmin e bisedës gjatë gjithë kohës. Kështu që e kuptojmë njëri tjetrin. Ne ndalemi tek rendi dhe siguria. Klodi pregu pak me të drejtë për sa i përket grupeve kriminale që te i kalojnë policinë, shkojnë në struktura të larta të shtetit dhe krijojnë probleme dhe unë dua ta diskutoj për të parë se ku ndodhet gjendja e sigurisë në Shqipëri, sa të sigurt jemi ne, roli i policisë, menaxhimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për institucionin i cilin ai tashmë e ka, le të themi, e drejton, e ka në varësi, dhe roli i Ministrisë së Brendshme, e cili duket se ka ngelur pak rol në hije. Tani nismë kjo e fundit, këto janë tre personazhe cilët un kam zgjedhur për të kuptuar gjendjen e sigurisë në vendin tonë. Ministri në Këto janë përgjegjës që kanë përshtypje. Patjetër. Dgjoj, nuk kam asgjë personale me asnjërin prej tyre. Kundazi. Ne analizojmë situatën, jemi të detyruar ta bëjmë për hir të publikut. Krimi dhe rendi është në një moment delikat, kjo duket shumë qartë. Mjafton të rendisim ngjarjet kriminale për ta kuptuar këtë çështje. Ne sapo folëm për disa prej tyre. Çfarë tregon kjo? Tregon pa aftësi të shtetit për t'i parandaluar ose në mos për t'i parandaluar për t'i zbardhur më pas. Dhe kjo çalon dhe ka not ngelse në klasë edhe Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme. Paftësia vjen si pasojë e paftësisë reale të qenurit jo profesionista, por është një vullnet politik i cili mungon. Është shumë komplekse. Ka të bëjë me struktura, segmente të caktuara të inkriminuara, ka të bëjë me mungesë besimi tek strukturat e policisë, ka të bëjë me mungesë vullneti politik, ka të bëjë me përplasje të forta dhe të një niveli shumë të lartë të krimit të organizuar. Pra nuk është një çështje kaq e thjeshtë, është shumë komplekse. Keni folur për klane brenda policisë së shtetit. Dhe vazhdoj të qëndroj des dhe kam unë prova për këtë. Me shumë vëmendje atë. Prova për këtë. Po mirë, kjo a përkthehet automatikisht në një lloj mungese cilësie për të qenë serioz si institucion për të tetuar dhe për të mbajtur sigurinë në nivele optimale? Ja, po ju bëj një kundërpyetje dhe unë kam pyetur edhe në misionin tim. A do duhet të kishte përgjegjës në ngjarje e Rinasit? A do duhet të paktën moralisht të kishte një dorëheqje? Unë besoj po. Atëherë, kemi një dorëheqje? Ne nuk e kemi këtë. Atëherë, këtu qëndroj. Dgjoj, një person, një zyrtar i lartë në punën e tij mund të jetë i shkëlqyer, por mund të ndodhë që edhe të gaboj ose të mos e menaxhoj si duhet situatën në një moment caktuar. Dhe ndoshta nuk ka përgjegjësi ligjore, por ama ka përgjegjësi morale. Dhe disa pozicione që janë shumë të rëndësishme, siç është ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë etj me radhë, në momentin që nuk ja del dot. Jo, ndoshta mund të jetë njeriu më i mirë, nuk ka të dytë si ai apo si ajo, por nuk ja del dot. Është më mirë të tërhiqet. Të vi dikush tjetër që mund ta bëjë atë detyrë. Pra ka gjithmonë, por këtu nuk ka më dorëheqje. E para, e dyta, ke parë ndonjë analizë të thelluar pas këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur? U bëkoj që nuk shohim një mbledhje, u bëkoj që nuk paktën drejtori i përgjithshëm nuk mbledh më drejtorët e qarqeve. Që nuk i binden Ilir Prodës, degdise në përrrethe dhe detyruan të japin dorëheqjen. E di çfarë ndodhi me komisariatin numër 2? U sulmova, u atakova, u përbalta gjithandej, sepse thash një të vërtet shumë të madhe. U shkatrua një komisariat sepse arrestoi Altin Morinën. Dini gjë kur Trit Van Pali ka dhënë dorëheqje nga Policia e Shtetit. E dini sa zyrtar
që kanë merita të jashtëzakonshme në policinë e shtetit janë degdisur rretheve. E dini me çfarë është mbushur, cilët janë drejtuesit e policisë së shtetit? Janë me 0 kontribut, vetëm sepse janë miq të Ilir Prodës. Nuk bëhet policia me miq edhe me shok. Policia bëhet me profesionist dhe me njerëz që kanë integritet. Ndodhen këta në policinë e shtetit? Ka për mua sa të duash në policinë e shtetit. Jo gjithë struktura, nuk mund të përfshi në këtë, siç na thot ne kryeministri Kazan, nuk mund të përfshihen të gjithë në atë Kazanin, se prandaj kemi ardhur në këtë gjendje, të gjithë duke sharë të gjithë. Jo, ka brenda policisë së shtetit burra dhe gra, djemë dhe vajza të jashtëzakonshëm. Ne kemi më së shumti nga gjitha strukturat punonjës policisë që kanë dhënë jetën për këtë vend. E kupton? Dhe ndërkohë qeverisim policinë me miq e me shok. Nuk është ky koncepti. Me miq dhe me shok të cilët kanë ndarë parcelat, dikush merr para për lëret e fatit, dikush për ndërtimet pa leje, dikush tjetër merr për inertet apo për 1000 gjëra të tjera në këtë vend. Dhe ky është problemi. Ndërkohë ministrja në Elbasan kishte ndodhur ngjarje dhe ministrja dilte më bënte propagandë se ishin disa ndërtime pa leje që po inspektoheshin. Po sepse këtë pozicioni ka dhënë kryeministri. Unë jam nuk i jep kryeministri atributet e një ministri, i jep kushtetuta dhe ligji. Dhe patjetër që unë jam kundër një ministri që fut hundët në punët e policisë së shtetit, por jam pro një ministri që harton politika dhe i jep autoritet policisë. Se në fund fare ministri është për politika, është njëri politik dhe që harton dhe jep vullnet, vizione të tjera. Vullneti politika, jo çon përpara dhe policinë. Ndodhi ngjarja e Rinasit, një orë përpara ministra thoshte këtu është fush me lule. Vriten brenda familjes, ne nuk do ruajmë policë patjetër. Ngjarjet brenda familjes janë problematike. Janë tjetër natyrë, janë tjetër natyrë dhe nuk mund të parandalohen. Ndodhi ngjarja në Elbasan dhe flitet për ndërtimet pa leje, po ju bëj unë një pyetje. U ndërtuan brenda natës ato ndërtimet? Ato pallatet, vilat u ndërtuan brenda natës? Janë ndërtuar në hundën e policisë së shtetit, të IKMT-s, një sër institucionesh. Dhe përpara se të më bëhet propagandë dhe të më thuhet mua si qytetar që ne po shkatrojmë këto ndërtimet pa leje, në fakt do duhet hetohen ata zyrtarë që i kanë lejuar. Dakord? Pra ti marrim gjërat me radhë, sepse njerëzit janë mbushur aq shumë me informacion dhe besojnë që e tha ministre që janë pa leje, po pastaj flitet për adresat. Patjetër që janë problematik, po ka çështje më të rëndësishme policia e shtetit se sa adresat e se sa zjarfiksi. Mund t'i bëjnë të dyja paralel, Klot. Ajo nuk është t'i bëjnë të dyja të treja dhe të dyja paralel. Që tha kryeministri. Të merret me punën e brendshme. Si tha kryeministri? Çfarë tha kryeministri? Ka ligj, ka rregullore, ka kushtetut. Dhe kryeministri mund t'i thotë hidhu dhe nga kati, po kjo nuk do thotë që ministria do zbatoj urdhrin të hidhet nga pallati. Klot, si do ta përkthejmë? Duke qenë se zonjës Koçiu si ministri i brendshëm është ngarkuar detyra për të marrë me punët e brendshme, siç janë ndërtimet pa leje, adresa dhe tjera me radhë, pastrimi i territorit, lidhja me policinë e shtetit është pro Rama direkt? Absolutisht që po. Dhe Ilir Proda po rrin vetëm sepse Edi Rama nuk ka gjetur një dorë të fortë për ta zëvendësuar. Sepse jam e bindur që edhe vetë Edi Rama i din shumë mirë, pra kryeministrit kërkoi ndjesë për përdorimin në këtë mënyrë të emrit, po kryeministri i di shumë mirë problemet e policisë së shtetit. Dhe unë jam e bindur që në adresën e kryeministrit ka 10 ankesa në raport me policinë e shtetit. Sepse kam parë mënyrën se si ka pas në momente caktuara mbledhje të tensionuara. Kur thua nuk ka një dorë më të fortë si Ilir Proda, në kontekst e ke, Klod, e ke një dorë e cila i shërben qeverisë për interesat të caktuara, po është një dorë më e fortë profesionale. Po çfarë mendon? Nuk e di, po të pyes. Drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit është aty sepse i intereson politikës dhe në veçantë kryeministrit. Sepse po të donin të bëni një drejtor që i shërbente qytetarëve, do të kishim emra të tjerë të cilët mund ta kishin zënë vendin e Ilir Prodës dhe brenda atyre të cilët kandiduan atko ka patur realisht njerëz me shumë integritet, të cilët sot po sulmohen në mënyrë të frikshme. Dhe ju i dini këto gjëra, po duke qenë se kemi ndruar rolet sot, po jam i detyruar, jam i detyruar të të pyes dhe kam kënaqësinë përveç se jam i detyruar. Po lidhet e policisë me grupet kriminale. Si do mi përktheje se kemi parë disa emra, një pjesë të tyre ne i njohim dhe personalisht. Andi, dëgjoj, duhet të jemi korrekt. Lidhjet policisë, segmentet caktuar policisë, individëve caktuar. Individët caktuar për të qenë korrekt, edhe në vende të tjera, nuk ndodh vetëm. Pra ndodh gjithmonë kjo. Ndodh gjithmonë dhe në vende shumë të zhvilluara. Çfarë mua më shqetëson është vetëm një aspekt. Fakti që janë brenda strukturave elit, pra oficerë të Reneas, oficerë të operacionales. Kjo më shqetëson.
sepse aty do të thotë që ata njerëz zotrojnë informacion të jashtëzakonshëm, të cilët, nëse ky informacion keq përdoret, mund të përbëjë shkak për ngjarje të rënda kriminale,